Shkruan Irena Beqiraj, fermeri i Korçës që uroi kryeministrin ta gëzosh mandatin e 4, megjithse nuk kishte marrë akoma dokumentet e tokës edhe punonte se nuk i dilte pensioni, më kujtoi një histori që e tregoi kur dua thjeshtësisht të shpjegoj. Nga ndryshon varfëria nga mjerimi. Sultani në një nga udhëtimet e tij në Ballkan ndalon në zonat e vilajetit të Janinës. Në një takim me përfaqësues të shqiptarëve, Sultani kërkoi të dëgjonte kërkesat e shqiptarëve. Asnjë nuk fliste, megjithse suflerët e tij po i cysnin shqiptarët të flisnin. Njëri prej tyre më plaku vendosi të flas. Madhëria juaj na lumturuat me ardhjen tuaj, por sidomos me kujdesin e treguar ndaj nesh. Zona jon ndahet në mes nga një lum, të cilin na duhet ta kalojmë her pas here. Fëmijët na mbyten, gratë shpesh vdesin nga ftohja. Vini dorën në zemër, edhe ndërtoni për ne një urë. Pasha, filloni menjëherë punën për ndërtimin e urës për shqiptarët, urdhroi Sultani. Ura u ndërtua, por uhej me ushtar. Pas disa kohësh, Sultani ndalon sërish në trojet shqiptare. Shqiptarët ishin njësoj të ndrojtur në takimet të, por njëri mori guximin të fliste. Kuptohet, pas cytjes së suflerëve të Sultanit. Madhëria juaj, urojmë të marrësh edhe nga ditët tona. Të jemi mirënjohës për ndërtimin e urës, por një hall e kemi. Ushtarët tuaj, sa herë kalojmë urën, jo vetëm na kontrollojnë, por edhe abuzojnë me ne. Si? U çudit Sultani. Pasha, të priet koka gjithë ushtarëve që kanë abuzuar me shqiptarët, u lëriu Sultani. Jo, madhëri, nxiton të sqaroi shqiptari, si fermeri, duke u dridhur zëri. Nuk duam që madhëria juaj të mbetet pa ushtri. Kërkesa jonë është më e thjeshtë. Shtoni pak numrin e ushtarëve që bëjnë roje te kura, që kur të na abuzojnë, mos presim gjatë në radhë. Varfëria është çështje ekonomike. Mjerimi nuk është vetëm çështje ekonomike, është mbi të gjitha çështje kulture.